Fati keq që rrëfehet kushëriri shqiptarit që humbi jetën në aksidentin e tifozëve të PAOK-ut. Babai kishte vdekur. Vasil Palo ishte një prej 2 shqiptarëve dhe 7 tifozëve të PAOK-ut ku humbi jetën në aksidentin tragjik të ditës së djeshme në Rumani, teksa udhëtonin drejt Lionit të Francës për ndeshjen e radhës në Europë. Thoma Nika, i afërmit të riut shqiptar nga Korça, që ishte një prej tifozëve më aktiv të skuadrës greke, ka rrëfyer se si e njeh të ndjerin, lidhjet familjare me të dhe çfarë di për ngjarjen e rëndë. Jam kushërir i parë i babait Vasilit. Ne morëm vesh nga lajmet nga televizori e dhan lajmet. Djali kishte lindur në Greqi. Djem të rinj, ndjekin ndeshjet. Nuk e di çfarë ekipi ishte, pak e di, siç ishim me furgon, ishim përplasur me një kamion dhe kjo është ngjarja. Jetonte në Greqi. Jati kishte vdekur, jetonte me motrën dhe të ëmën, ka rrëfyer ai. Mëtej ai tregon edhe për marrëdhëniet familjare, dramën sociale dhe të kaluarën. Nuk kemi pasur shumë lidhje që kur i vdiq Jati dhe ëma u rimartua me një tjetër dhe ne nuk dim se çfarë ndodhi andej. S'kan ardhur ndonjëherë këtu në Shqipëri ata, pavarësisht se ne nuk kemi pasur lidhje, se si qikën, ne nuk vinim dot, se nuk kemi as kartat, pasaportat që të vem, dhe duke të vdekur edhe kushëriri mbyllen shumë gjëra. Nuk e dim se ëma u martua, ka gati 10 vite që Jati që i kishte vdekur, kur ishte rreth 13-14 vjeç Vasili, kur i vdiq Jati. Thomaj thot se është fati keq dhe fatkeqësi e madhe ajo që ka ndodhur.